Një sportistë të dalluar, u ndan nga jeta Safet Berisha, ish futbollist dhe trajner shumë vjeçar i IMK Qelikut të Ferizajt. Kolegët e të ndjerit flasin me konsideratën më të thellë për kontributin gjurmëlënës të Safet Berishës në sportin ferizajt. Kolegja Digje Qazimi përgatiti kronikën vijuese. Pas një smundje të shkurtur, mbrëm në orët e vona në moshën 52 vjeçare ndroi jetë ish futbollisti dhe trajneri Ferizaj Safet Berisha. Qindra qytetari bën sonderimet e fundit të ndjerit Safet Berisha, futbollist shumë vjeçar i IMK Qelikut të Ferizajt, pikërisht në periudhën kur kjo skuadër bënte gara në ligën e parë të Kosovës. Dashamirët e këtushëm të futbollit e mbajnë mend Berishën si një qendërmbrojtës stabil dhe gjithherë korrekt në fushë. Ai ishte aktiv edhe në vitet e 90 në kohën e okupimit serb, kur garat e futbollit zhvilloheshin jashtë objekteve sportive në masa të dhunshme. Opinioni jonë është një lejtar që ka qenë një ndërshembull për sportistë të tjerë që edhe në kohët më të vështira të okupimit se ka mbajtur vetën edhe ka ndihmuar këtë klubin. Tash ishim në Qeliku, tash vullnetar që kështë ka dhënë kontributën e vet. Edhe një jetë si njeri ka qenë i mirë, shpëndor shumë i mirë dhe i lyshëm. Kjo një dhimbje mendoj që përveç familjes, po edhe tërë opinionit Ferizajt që e ka njohur. Shoku i ndjer Safet Berisha ishte një futbollist, një shok i mirë, një futbollist shumë korrekt. Është një humbje e madhe për shtëpinë e Ferizajt. Do të boren në punën dhe kontributin e tij. Ju shpreh mësimin e gjithë futbollistëve dhe sportistëve të Ferizajt. Safet Berisha ka lënë gjumë të pashlyeshme në futbollin ferizajt, thonë kolegët e të ndjerit. Një pikëllim të madh, sërish nga zemra e them këtë, morëm lëndën për vdekjen e shokut tonë bashkëletarit Safet Berisha, i cili ka qenë një futbollist me cilësi të larta, njerëz dhe ka qenë shumë i dashur për të gjithë kolektivin, ka qenë një njeri i afër dhe mendoj se kontributi i tij gjatë karrierës së tij si futbollist ka lënë gjumë pashlyeshme në futbollin ferizajt. Në pikëllim të thellë morëm lëndën për vdekjen e ish bashkëletarit tonë. Njeri Safet Berisha ka qenë një sportist vërtet i dalluar, një njeri i urtë dhe mendoj që kemi humbur një sportist. Kemi kështu pikëllim, në emocione. Kontributi i Safetit ishte shumë i madh, sidomos në sportin e futbollit ferizajt dhe në barë Kosovë. Ai plot 20 vite mbrojti ngjyrat e ish IMK Qelikut, domethënë tash vullnetari të UÇK-s, i cili ishte si shtyllë e klubit ferizajt. Safeti dha kontribut i shumë edhe në rolin si trajner, në themelimin e ligës, sidomos në periudhën kur ishte Kosova e okupuar, dhe ai ishte një prej nisëtarëve i cili e themeloi edhe ligën e futbollit të vogël. Safeti pas kësaj bëri shumë për sportin. Mund të them se pas përfundimit të karrierës ai ishte një prej punëtorëve sportiv më të dalluar në komunën e Ferizajt. Pra tash ndihet mungesa e një punëtori kaq të vyer, kaq të madh, i cili tashmë nuk gjendet në mesin tonë. Safet Berisha la pas gruan dhe 4 fëmijë. Është ky futbollisti i dytë ferizajt që u ndan nga jeta ditëve të fundit. Javën e kaluar, sporti ferizajt mbeti pa Nurila Maxhemën, i cili ndroi jetë në moshën 71 vjeçare.